Hatigjen. Unë s'kom qenë veç kru këthyn ata që ma dhanë më njoften, të regun që krejt bursa që ka qenë aty një skene hapur, ishin kënqun në kom. Në fakt, me që se jemi në fund të bisedës, kësha pas qef me i dëgju disa tinguj të Hatigjes, edhe nëse je gatshme ta performojmë bashkë, nëse mundemi, zonja Ylkia, ta përfundojmë kështu edhe dua që të falenderoj publikisht. Është një këngë shumë e bukur. Po, hiq pa Unë nuk e di nëse unë jam e gatshme ose di, por ju si soliste, besoj. O më qëshja. Në fakt është një foto me ty kam qef me bo. Pa tjetër, këtë ta bëjmë edhe foton, edhe është një lëvizje shumë elegante e vallëzimit, sidomos kjo pjesa kështu kur... Po, dhe pleqnia, përkanaci. Po, të gjitha janë me domethënie. Kjo edhe aktrim është. Pa tjetër, Vale me aktrim, do më e thonë. vërtet. Vllaznia, qiknia. Po, në gjitha. Zonja Ylkia ishte knatësi, faleminderit shumë që ishte pjesë në Djela Vin. Dhe pavarësisht moshës, elegancën e keni jashtëzakonisht të madhe. Faleminderit shumë. Shumë zemër, faleminderit.